kur pash që ti servirje dhe një super tiramisu në Tiranë. Po, është Pse je kaq i lidhur me Tiranë? nuk e, po ti se dje kam bën një ëmbëlsirë. E kam pas bën edhe para një viti, gjatë verës, pastaj e hoqa ndihmër dhe tani e futa prapë në Tiranë sepse ma kërkuan. Është në Tiranë të vogël si Gjezve. Është një tip parfeje ose akulloren e bëma me dorë. Me pak karamele zara mrena, është perfekte. Ajo do bëhet edhe me krem ftoj i pjekun. Apo nuk është sezoni ftoj tani. Është fantastike. Tani që është sezoni ftoj gështenja, ne kemi produkte fantastike në Shqipëri. Më rendit pak përpara se të lëm tek një video që ka bërë xhiron e rrjetit, që është fantastike. Pastat më të veçanta aty në Tiranë. Janë ato të mbushme, gjitha llojet e raviolit janë. Ne kemi një kapele plazhi. Kapele që gjuna herë kapele plazhi me pluhun trëndafilit sipër. Trëndafil real. Është i bëm plumër, i gatuajtën shumë avash në pranverë dhe e ruajmë kavanoza. Ka aromën e trëndafilit, mbushja është me kallamar dhe djathë, është perfekt. Është ajo diçka fantastike. Kemi një tjetër që quhet peshqiri i plazhit. Peshqiri i plazhit? Po, çfarë ka? Ajo është një petë pastet që mund të jetë ndryshme. Këtë kohë është me panxhar, me bazë panxhari dhe poshtë ka produkte detit gatume me pak lajm, që t'i vi aroma, që të kujton ato koktejlet e detit. Kujton kur konsumon koktejlet që të kujtoj verën, dhe sipër ka pluhun bajam, është thata që supozohet që duket si një peshqir që i ka rënë rana sipër, se ne jena një plazh me ranë.